Disa ditë më parë, kemi dëgjuar që ke thënë, domethënë e ke djegur plemën edhe lopën. Çka të shtini me bë këtë punë? Po shu që tash, sëmundja epileptike ke çdo sens të me bo. Unë jo vetëm lopën, do të notës të ka ndohë, ke rast më shtini, të sham grejti, të shod mundzaj trupi, truni, të shkallë e bona atë zezë. Unë e për vete që 29 vjetë jam me që smuja të romë epileptike. Që mu ka mërzit jeta. Shka me, jam lo me këtë smuj. Nuk muj me dëru dhimëtën. Nuk muj. Jetës, Aj që o më guri. Unë e dëmë kanë thonë që ku të theja gjilpona e tjetë karicë. Kum pas ra për shkarpës. Sa me thonë për drita gjenalt. E në shkarpë do mund shin te. Qështo? E kum pas qasë synin që të në poshtë. A i se hajde në zyre mu, shko në zyre, aty tha, se se kalë zë glasë e në dhe qështo. Tash po në ty më të pas kalë zë glasë e së më kështë bërë në punë. Po edhe unë largepi, po unë i mirë. me Zenunin, Zenun Hysa, po? Një person i cili ka nevojë shumë për t'i ndihmuar, një rast shumë interesant, me sa ka vojtur pas shumë vujtjeve, ka vazhdon tutje të ketë shumë plak, vazhdon të jetë me gjendje jo që të mirë, kështu që sot për herë të parë Zenuni është në histori të jetës, të cili ka më na rrëfy për ato se çka i ka ndodhur në jetën e tij. Përndryshe Zenun si të kem. Unë e për vete që 29 vjetë jam me që smuja të romë epileptike. Dhe thuja gati që çdo ditë marrë injeksione, dëmon djellë sot për orës 3 mëngjesit. Kam shumë kriza, në ora 7, ka erdha kënina, më rogë në rrugë Varoshit njerë, se në autobus ishëm më rrugë për zbritat, që mësë më kesh njerës. Dhe zbritat në rrugë Varoshit, piskata, rrasë në tretuar, ma ndaj mas jam këfil, më ka morë një qytetar me kërë, ka për unë të këtu, dhe ju kontaktuam, erdhë edhe biset tash po im biseda. Une, kam nevoj për ndim, ata për shumë që kanë mundësi më ndihmuan, vetëm për trajtim. Për më shëru, për mi ble ilaçe, për mi ble kontrole, për mi bë analizat, sejnet. Është puna që kanë fillu këtë kom të më kanë bë këtë gjak. Nëse danina edhe i shpalojmë, i verifikojmë. Do të shfaqet sigurisht. Zenon, që sa vuan nga epilepsia? Sa duket diagnoza gjithsej është nga epilepsia vuan, apo? Po. Nga epilepsia, dhe më unë kjo smundje në ka shërim, kjo vetëm me trajtim. Po, së fatat nuk janë të mbuhajrë. Ke lindur me këtë? Me kjo smundje kum lind, unë e po të kanë qef me shku në Francë, atje veç s'po guzoj me shku. Të duhet sigurisht një përkas. Një parcel s'pa tjetër të më konë, sepse këtë mjekësijë në Kosovë kemi shumë dopt. Do me thonë nuk kanë injeksione, nuk kanë sheringa, nuk kanë sejne, nuk kanë gjdo sen, Ministria e Shëndetësisë nuk i furnizon në mund që kanë mjekësit familjare gjdo sen. Unë nuk po flasë që mjekësit familjare kanë fojët. Se në pak më herët kesh në ambulant, tha Zenon, tha ju këtë ke folë, tha kesh për neve. Nuk kom folë kesh për stafin, kom folë kesh për mjekësin, për shëndetësien, Ministrinë e Shëndetësisë. Se Ministria e Shëndetësisë do mi furnizu këtë sejne. Mund ka ndohë, ka arë emergjenca nuk Varoshit më ka morë. Se dhe me onë, kër të bje mu të fekt, mu s'ka më vedi e heqë. Do flasim sigurisht për gjitha ato, Zenon. Disa ditë më parë, kemi dëgjuar që ke thënë, domethënë e ke djegur plemën edhe lopën. Çka të shtini me bë këtë punë? Po shu që tash, sëmundja epileptike ke çdo sens të me bo. Unë jo vetëm lopën, lopa ka pështu e kemi pështu me familje. Dëtë notës të ka ndohë, ke rast më shtini, të sham grejti, të shod mundzaj trupi, truni, të shkallë e bona atë zezë. Po, ma ndaj e këm pas prisha 2 kere, i vogël kër jam kom. I këm pas që e migrave dhe u pas domi. A mo do me thonë, tash, mu ka rallu pak, po do me thonë, ma të forta i kam. Pëdin. Se të shtyri kjo? Plemën ta djegë edhe, domethënë, Tash ti, nuk po muje me ta spjegu ma është shumë. diçka e pa kontrolluar. E pa kontrollueshme. Ta e veç ti të grejt, diçka sikur tash ti më rrogë diçka mund tash ti me kap çfarë me shkull. Ose ty më shku se diçka. A u tregon çfarë mendime të erdhën ato momente ty? Nuk e di, truni mund zaj. Gjithçka për trunit. Pse s'mujtë e me ndal veten? Mos me po, domethënë atë gjë që e ka ndodhur. Nuk mujta me nalë, se tash ti diçka që të grej, s'mundesh.
Sepse te na në Kosovë pra po ta shpjegoj. Terapia nuk është adekuate. Terapia duhet më rrit. Sikur në bazë vjetëve, ashtu duhet edhe terapia më rrit. Apo më kupton? E jo është më met, unë me met në Kalic, që as nuk po muj me dal me lujt top, as me hec, fort është, se dhja me bon 200 hapa me hecën. Ti edhe aktivitete nuk mundesh, gjithë. Ja. Heq, mund tash mu heq, shpërt. Unë ata në flasë me gjithë zemër, sepse e kam edhe emrin e babës. Tash te baba em ka dek, palindon e ka dek. Kështu që, Se një babaj. ja, se mami em më konë 7 zonë, kur ka dek babi. Edhe kamët më kanë ajë, shumë. Sot, kur e kujton prindin, domethënë që s'ke mundur shumë ti jesh pranë ti, sa të brengos kjo? Po une kam që vetëm një herë të më konë ta kisha po. Po me kanë jo ma mirë se kom po. S'kisha muj me përballu e ma mirë. Thuar nga vutja që ndoshta ish përballë me këto? Normal, se gjithë kush ku tash e ke po, ne jemi na dik, staj një nënës, një vllazë, se dikush, e përkujton gjithmonë. E se babën. Është i pasavencueshëm. Po. Prandaj është që të problemi që ke smuje nuk ka shërim, kur. Që e ban mend herën e parë kur ke pasur krizë epileptike? Krizë herën e parë apo në herën e fundit? Herën e parë. Fëmijën e nuk e di. Fëmijëm kur jam koni i vogël më kanë thonë që jerëzu për djepit edhe një damar për mas trunit nuk qarkullon sot duhet, mandej ta jep sulmin në bark. Mu qëto të barki, qëto të zotri gazetar, unë bëhet guri, bashkë si kur vohe, si kur mikrofoni. Ka qanë bëhet guri, edhe piskas për plazmit. Si e ka ndryshuar kjo sëmundje jetën tënde nga fëmiria? Lau, smuja e me është shkur të shqip, mu ka mërzit jeta. Shka me, jam lo me këtë smuj. Nashta njerës të tojnë që diçka që unë që jam lo me këtë smuj. Beson zot. Ka pa dorëzohesh për jetë? Po dërzohen, Allah me janë. Mu ka bon dhe i kajla dhe me dalën e i kuj për parë dhe kërën e kamjan dhe diçka as. S'po muj me trajtu. A ka pasur momente Mu kur... që pije sot në 3 saat ku kom pas solm, në 4 dhe monteri në ora 7, ku kom pas sulme, dhe kjo vlaj, shapo pisket bezenon, dura jebe pak, po qysh duruat aja krizë bre vla, qysh, ti një gisht e prejnë, 2 javë kime vajtu, kime gana për me lije dhe me pastruhe. E se të me thonë kës mundje, 29 vite sakrificë. 29 vite. Tash me 10 mars 2026 më bon 30 vite sakrificë. A ka pasur momente kur ke menduar që nuk do t'ja dilje këtë sprovë që e ke? Po unë kum pas men edhe shpesh edhe falja, më herët në për taravi kum falje, kur e ngonë Ramazani falsha, vallaj ka po vakin në gjamim ka rok. Ka hoxha, më ka pun dhe uje, mi ka lau synë tim, edhe gjitha edhe gjemat që janë konë. Po ta është i mollë me desh më falë, ma nuk po muna me ranë se hezi se kur po qohen, kështu, Allah, bismillah, e me u qështu, nuk mu qenë, ma po s'mu që nuk që guri mu këtu, s'muna. Mësë më thëni ma shumë se s'muna mu. Si është t'jetosh çdo ditë me frikën që mund të ndodhë një krizë e papritur me ty? Kriza, Allah, nuk janë këtë, kjo nuk e ka caktume. Kjo të rokë që të baki që të ena, që të kalzoha parzit. Ku të bëmë më rokë, nale. Kjo baki që taj që të nejtë, jo gjukë në këti kamermoni ka. Aty ta gjujë mikrofoni në gjë, ardzohëna. Nuk e ka kjo të caktume. Unë i losë ata vullnetarë që për në ndjekin, qytetarë të Republikës Kosovës, unë e di që gjdo qytetarë i Republikës Kosovës qohet për një kafshat guje për mja që fëmijëve të vetë. Për mja që familjen, për mja mojtë në gjithë sënë, ama unë së më me punu. Nuk me po kusha heqë, unë e vetë që të një kësia që i marë. Mu e shpesh në të familje pëse për mërë të kanë dalu mjek i një kësien. Nuk muj me dëru dhimbëtën. Nuk muj. S'muj me dëru. Çfarë mendon kur sheh që të tjerët nuk e kuptojnë gjendjen tënde? Po tash ti, ne kemi qenë edhe me një emision tjetër në Vushtre. Dhe shumë qytetarë të Republikës Kosovës, ata që janë zemër negativ.
thonë që Zenoni ka përdor drogë. Po, Zenoni me përdor drogë, sot që vend nuk isha. Isha në burg. Të nejtë. A ka ndodhur ndonjëherë që njerëzit të largohen prej teje nga frika apo para gjykimi? Mun kur më ka rrogë dhinë ta, janë largu njerëz, nuk kanë guzu më prej. Po spaku, thërë vendimën e shpejtë për vëlla. Se gjithkush është frigohet. Tutë që jetë në dorë. Por që ata jemi shtetna. Thërë vendimën e parë vjetë merë, kontrollon, qënë, men, mu shpesh, ka njerë busha në për tjeli se unë piskasin shpijes. Mos delë në dalë qa, vishën e për tjeli. Vallaj në hotel më ka rogë smuja, vi ke emergjenca në hotel më kapke. Diçka të kontrolluar. Po, injekcione, bla. Kjo është gjendja e Zenonit në ndjekës të historitë jetës. Aj që më guri. Të nejtë më kanë thonë veç ku të theje gjilpona e tjetë kalicë. Shisha. Pikat nëse e vrinë. Si e ndihesh veten kur e sheh familjen që shqetësuar për ty Zenon? Po e shoh valla jam familjen e shqetësuar se 2-3 herë, a 4-5 herë të më bëbon ka prapa ta përsëriti 29 vite sakrificë. Sa herë që ka orë nëna më mu, e kum shti nënën, ka bo vaki, e kum vrak, e kum dëmtuën. E kum kryo baki i përzidi. E kum thonë, kur t'jam i smut, ku të më rogë, largëmë. Nese e vlat ka, nuk ka ku qanë. Është diçka e pa kontrolluar që ty të vjen. Neve na ka mujt, na në mujnë barë, gjdo popull e monë nonët. Na nonët së një donë mi hakur. Po qasë që mu ka mërzit jeta, nuk e di ne ku qytetarë në Kosovë, ajo ka mërzit jeta. E flas me emocione, e flas me sinceritet, e flas me vepër. Kush do le thashë, desli të Zenoni, ka përdur drogë, të qka të dënë, unë e dhinë më teme e kam në barkë. Cili ka qenë momenti më i vështirë që e ki kaluar gjatë krizave, Zenon? Jeta e ma gjithmonë në rrezik. Jetë që ka qenë, po gjithmonë është jetë jam në rrezik. S'muj me nejnë, shpim do ko si mbi ata oni me kryo dalë. Ata që bjesë më të në re, se unë e dalë. Re se ka ma qitë për shpije, re se ka ma qitë për shpije. E kemi në pleme, më kanë qitë kanë njerë të shpije, më qeshën pleme se s'mosha me nejtë pa dalë, më hadi shka. Ata ke po njerës të shnosh, s'më përrin pa dalë, e sa na imi të emocionu. Cili ka qenë moment vështirë që ki kaluar? Gjatë kësaj kohë që ki pasë në krizë? Unë prapë ta përsëritë, gjithmonë e kam jetën e të mund të në krizë. Në ka të zohë që në rrugë varoshë, që aty të rejtim rrugë, edhe o për plasa. Nuk, asë një nuk mërtorë më kapë. Unë e kur e kam vedijen në kërta shopë, për shembull, se shumë njerëz ka të popullet që janë të smut, të pakëtë, ne pjape një shishe ujë bre. Të jemi solidarë në këtë raste. Po, Ka pas raste që kanë pa njerëz i vërsullë dhe ndoshta nuk kanë dhënë ndihmë? s'm kanë dhënë ndihmë. Ka pas shumë raste? Shumë ka pas Si e raste. ke ti vetin? Shka me po me një vjetin, vëllai, ime i emocionum. Kur e pasha vjetin këtë loq, të vërezët në ferin Kashanek aty, ku e kemi shpijen të dalë të vërezët e të shmurve, na falka, më ka rujtë zë Allahi. Jam ullë. Se për me këput unë e ma gjë Australin, më më shkene një, ja për feri Zajt, ja për i Kashanikit, më më bërë gjysë njëri. Djem roki aty, në kafe, kënë janë i stagosë, më një maj, më kapi sa i ma dëgjendjen, qëtër kësajt ja tje tha, shka për bisket, tha? Na të ishte u, ose të një, unë e kam smujnë qështo, edhe pas që i biskata ati. Ashtë nëse të me një të re, më se zë, hec, ashtë ki kafiteri tjerë. Ashtë e prenori, ashtë musë më këtë kurshon, janë i që të kajt e prenori. A ka pas raste Zenon kur je lënduar gjatë krizave dhe ti? Ka pas raste vitin 2008. Kum pas ra për shkarpës, sa me thonë për drita gjenalt, e në shkarpë dhe mundë si në te, qështo, e kum pas shasë synin shto në poshtë. E kum pas diktohet edhe një farë dhije është diktohet. Duket pak. Po e kum pas shasë synin. Dëmë vitit 2008. Dhe mund ka qenë më e rrezikshme. Edhe unë prapa ta përsërit, unë gjithmonë
e një vetin rrezik. Unë kur parën e dikujt nuk e kum çu Zenuni haram. Unë prap i thonë live nëse jemi. Shka do le të thujnë populli, shka do le të thujnë se jemi 80% jemi, shme thonë, po 20% janë ju. Që ata 20% që janë ju, i hupin e këtë 80%. Mos i nimoni këtina. Unë kum pas punuar te ekskavatori, më ka pas rrok sul me epileptik. U shkarra vita, era një punëtor fizik, Allah i qështu mësanik me muë, tha, o shef, tha, Zenunën e ka rrok epilepsia. Kur era i shef, hajde në zyre muë, shkohen zyre, aty tha, pse se kalë zëgla Zenunë dhe që i qështu, tash po më ti më të pas kalë zëgla që së më kështë morë në punë. Ka frika që do të hamë punën. Po edhe më largepi, unë i mjella një 4 të edhe ma shumë, tha, Zotit ta bon fëqorën.